Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka miratuar vijimin e bashkëpunimit me projektin e financuar nga Programi i Bashkimit Evropian IPA Cross Border Krushevo and Elbasan, i cili hyri në fazën e dytë me vijimin e zhvillimit turistik në Funar. Në fazën e dytë synohet hapja shtegu turistik Dopaj Funar dhe vendosja sinjalistike orientuese. Kryetari i Bashkisë Gledian Llatja theksoi se këto shtigje malore nuk do të kenë ndërhyrje të mëdha infrastrukturore, por vetëm sinjalistik orientuese dhe ndërhyrje të lehtë për t'i bërë më të aksesueshme për vizitorët dhe për të apasionuarit pas hiking. Në fazën e parë kemi bërë infopointin dhe kemi ofruar shërbime turistike në liçenin e Funarit dhe gjithashtu edhe një pistë parashutizmi. Ndërkohë që kjo është faza e dytë, në cilën edhe për këtë jemi shpallur fitues nga fondet e Bashkimit Evropian në bashkëpunim me Bashkinë e Krushevos në Maqedoninë e Veriut. Jemi 2 bashki të cilat kemi aplikuar dhe jemi shpallur përsëri fituese. Kjo është një fazë në të cilën ne do japim miratimin. Kuptohet, këto janë shtigje malore edhe tek projekti i parë, patëm shtigjet malore të cilët fillonin nga zona e Bradasheshit dhe përfundonin në Funar, gjithashtu nga kisha e Shënthanasit në Elbasan ose pranë psikiatrikut, spitalit psikiatrik, deri në zonën e Funarit, nga krahu i Labinotit Mal, ishin tek projekti i parë. Këto kanë qenë shtigje të cilat janë frekuentuar gjatë kësaj kohe, janë mirëmbajtur nga ndërmarrja e punëve publike, janë hapur dhe janë shënuar nga projekti me financimin e projektit, ndërkohë janë mirëmbajtur gjatë kësaj kohe nga ndërmarrja e punëve publike dhe ka pasur një shtim të turistëve dhe të këmbësorëve të cilët tashmë vinë dhe ecin bëjnë hiking në Funar dhe ndjekin këto shtigje. Ndërkohë është parë me shumë interes që shtegu tjetër të hapet nga Dopaj në Funar, andaj nga fakt është edhe gjurma e rrugës së re, pranë gjurmës së rrugës së re, Elbasan Funar, të cilin është miratuar tashmë si gjurmë. Kjo do jetë një gjurmë e cila do të hapet nuk do të ketë ndërhyrje masive në infrastrukturë, do të ketë ndërhyrje të vogla, shënime të shtigjeve, por patjetër edhe të bëhet të aksesueshme për ato të cilët e kanë dëshirë dhe kanë ecjen si pasion. Është një shteg shumë i bukur, ne kemi bërë disa herë në këmbë në fakt për ta parë funksionalitetin e tij. Është një shteg shumë i bukur dhe besojmë se do të ketë një interes shumë të madh për gjithë ato të cilët bëjnë hiking, sidomos nga zona e Tiranës dhe duan të ngjiten në Funar të Elbasanit për të shijuar bukuritë e natyrës. Sipas tij, shtegu pritet të ketë interes të lartë, veçanërisht nga turistë që vinë nga zona e Tiranës, duke kthyer Funarin në një destinacion të rëndësishëm të turizmit të natyrës. Në kuadër të projektit është parashikuar edhe krijimi një parku aventure, ku do të zhvillohen aktivitete të sporteve në natyrë, si pjesë e zhvillimit të mëtejshëm turistik të zonës.